ne dim nga informacionet që kemi, që keni pasur një ftesë për të vizituar Iranin, por e keni refuzuar. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. Jo vetëm unë kam patur ftesë. Ftesa si fillim erdhi tek unë. Meqense unë thash që nuk është mirë që të largohet një diplomaci që kishte gati 30 vite në Shqipëri, më shumë biles, largohet brenda 24 orëve, 42 orë, diçka e tillë, si dha Rama. 44 më duket. Dhe normalisht që ata vëzhgojnë, jo vetëm aq. Ata më shkruan këtu, edhe për një takim në Shkup. E do në takim në Turqi. Mi thash, ja? Takim para Prag, për të siguruar një grup. Kjo thot për herë të parë Mario Keiu, ha? I thash, okej, po mos keni merak, më thamu. Unë merak e tash më shumë se për vdek s'ka. Në fund fare unë jam djali i Bajramit, do me gjujt në raketë në Tiranë, po. Do vrasësh të djalin e Bajramit, do Ayatollah, i ri. Ki kujdes, se më thanë që je plagos. Shumë mesazh, ki kujdes, mos e merr atë punë. Mos e merr atë punë. Babai ka të vrarë, ka të burgosur.